A quhen konservator meshkujt që nuk janë konform këtyre veshjeve të egzageruara? Në përgjithësi po. Por nuk mendoj se është edhe konservatorizmi, sepse ndryshon njëri njërin, disa njerëz janë kompleks. Mund të jetë thjesht një traditë. Kompleks për kë? Kompleks, pasigurie, xhelozi. Që kemi një zhveshje ose një veshje të egzageruar në rrugë, në ambiente publike, në palestra. Këtu në Shqipëri ndoshta edhe më parë se aq, çfarë po ndodh me veshjen e femrave, dhe jo vetëm femrave, unë thosha çfarë ndodh me veshjen në përgjithësi është që po është shumë dinamike. Kur kalojmë te koncepti i biznesit, aty dihet që abuzojnë gjithë dhe thyen edhe barrierat etike. Po. Para se ajo të zgjedh një veshje është totalisht kështu e paqëllimshme, edhe në subkonsciencën e saj. Ndoshta s'është e vetëdijshme, pra. Te imitimi, ne kemi dhe ato filtrat e brendshëm të formimit që kemi, edhe ne gjithmonë imitojmë një figurë që përshtatet me modelin tonë. Me modelin tonë, me parimet tonë. Pra se një femër del me këto streqe super të ngushta është e paqëllimshme, se fiks. Pse kjo vëmendje është një tregues pasigurie të theksuar të individit? Në shumë raste po. Në shumë raste është një tregues pasigurie. Prit, sepse unë nuk duhet të vishem këtë formë çdo lloj kushti që të kem vlerë. Kam mënyra tjera që unë të shpreh vlerën time si njeri. Justifikohet një person që ka përmasa estetikisht të pranueshme të vesh streqe dhe një që nuk i ka, nuk duhet i vesh? Se i kemi pikë të dobët ato shorcat, pantallonat e shkurtra ose super të shkurtra që nxjerrin gjysmën e të pasmeve jashtë. Unë kam një dritë kuqe këtu. Fakti që ke dritë kuqe nuk do të thotë që duhet ndaloj. Okej. Do të thotë që je aktiv. Si te Matrix. Red pill means go. Red pill. Po. Okej, shumë mirë. Shumë mirë. Goxha mirë. Jemi live. Shumë mirë. Jemi live, po edhe si jemi. Sot do kemi shumë gjëra për të folur. Ore, ti ke për të ngel beqar mas këtij episodi, po për sa kohë? Varet. Ose mund të japësh efekt kundërt, sa interesant. Ky djali. Me këto bindje konservatore. A quhen konservator meshkujt që nuk janë konform këtyre veshjeve të egzageruara? Në përgjithësi po. Por nuk mendoj se është edhe konservatorizmi, sepse ndryshon njëri njërin, disa njerëz mund të jetë kompleks. Mund të jetë thjesht një traditë. Kompleks për kë? Kompleks, pasigurie, xhelozi. Për mashkullin? Për mashkullin, po në rasti konkret për mashkullin. Kurse, pra mund të jetë një miks gjërash, mund të jetë që është konservator, se çfarë do thotë të jetë dikush konservator është që ka një sistem vlerash ky njeri, dhe këto sistem vlerash, për sa i përket çështjes së paraqitjes, ka një kod veshjeje, ka një kod dhe sjelljes normalisht, se çështja e konservatorizmit është më e gjerë se aq, por në aspektin e paraqitjes është një kod që ka. Kurse pastaj është aspekti i xhelozisë, që po. Shikoj si e nisëm në tjetër temë kishim, nga çështja e beqarisë tënde, dolëm te konservatorizmi i meshkujve. Sa që jam beqar. Unë? Se kështu ke deklaruar. Gjëra ndryshojnë pas nga një muaji në muaj. Ndryshojnë shumë gjëra. Okej, pavarësisht statusit tënd social. Çfarë po ndodh me veshjen e femrave? Çfarë po ndodh? Kjo ka vite që po ndodh. Besoj diku nga viti 2015 ka nisur. Nuk e di. Diku te 10 vitet e fundit që kemi një zhveshje ose një veshje të egzageruar në rrugë,
në ambiente publike, në palestra? Këtu në Shqipëri ndoshta edhe më parë se aq. Në Perëndim më parë se aq. Çfarë po ndodh me veshjen e femrave, dhe jo vetëm femrave, unë thosha çfarë ndodh me veshjen në përgjithësi është që po është shumë dinamike. Pyeta për femrat, se te femrat është më e spikatur edhe më egzageruar. Me që kanë edhe natyrën që të eksplorojnë më shumë me veshjen. Edhe gjithmonë femra objektizohet si model seksual ndryshe nga mashkulli. Po dhe bukurie, jo vetëm seksual, por janë shumë gjëra. Mund të shikohet si objekt bukurie, mund të shikohet si objekt seksual, por përgjithësi është një ndërhyrje të dyave. Ajo që shikohet. Është diçka që po evolon. Për mirë, për keq, kjo është një temë pak shumë e gjerë, po është gjithmonë ndryshim. Dhe është një industri ku investohen miliarda dollar që influencojnë zgjedhjet që bëjnë femrat. Është moda. Moda ajsa është edhe e bazuar deri diku parimisht në disa parime estetike, aq është edhe biznes. Dhe sigurisht këto dy faktorë, dhe jo vetëm këto dy faktorë, shumë faktorë tjerë bëjnë që moda të evoloj dhe stili veshjes të evoloj. Por kur kalojmë te koncepti i biznesit, aty dihet që abuzojnë gjithë edhe thyen edhe barrierat etike. Po çështja e paraqitjes ka shumë dimensione, shumë aspekte. Nga ato që realisht transmeton diçka të personalitetit tënd, karakterit tënd, nga ato edhe që të bëjnë dalësh jashtë, nga ato edhe që nuk kanë ndonjë synim. Pra mund të bëjnë një papiro shumë të gjatë. Kush nuk ka synim? Veshja, nuk ka ndonjë synim konkret. Mendon ti? Nga ana psikologjike në rast se i bëjmë një analizë, mendon se nuk ka synim edhe në subkoshente, për shembull, një femër para se të dalë në rrugë ose në ambient publik, që nuk është më në vetminë e saj në shtëpi, është në intimitetin e saj. Në intimitetin e saj, okay. Edhe a mendon ti se para se ajo të zgjedhë një veshje është totalisht kështu e paqëllimshme? Edhe në subkonsciencën e saj? Ndoshta s'është e vetëdijshme, pra do thoya këtë që janë disa aspekte që nuk janë shumë të vetëdijshme. Dhe një fenomen që ndodh shpesh është imitimi. Imitimi, sidomos tani që rrjetet sociale janë bërë një super fuqi influence, imitimi nuk reflekton shumë dikush që ta imitoj diçka. Qoftë mashkull, qoftë femër. E shef që është një stil që ka dikush. Ky person aprovohet me like, me share, krijohet ai aprovimi social. Jep buy now, mbaroi muhabeti. E blen, e provon. Dhe pastaj mundet ta testoj si duket andej këtej. Por nuk ka shumë reflektim. Por unë mendoj që, më fal që të pres. Te imitimi ne kemi edhe ato filtrat e brendshëm të formimit që kemi, edhe ne gjithmonë imitojmë një figurë që përshtatet me modelin ton. Me parimet tona. Kështu që unë mendoj që edhe imitimi është i qëllimshëm. Ndoshta po, ndoshta jo. Është edhe i pavetëdijshëm. Është edhe, pra, i bëjmë shumë gjëra në mënyrë pavetëdijshme. Dua të ndalem këtu. Po. Del një femër në rrugë me streçe shumë të ngushta, që është bërë trend, domethënë nuk ka dallim në janë geta të brendshme që vishen poshtë fustanit ose fundit, në janë streçe palestre, joge, apo në janë streçe për të dalë në rrugë apo për të shkuar në një event, domethënë nuk ka më dallim në këtë aspekt. Po, a do shkojmë në shembull konkret apo ta lëm kështu? Po, mund të na ilustroj edhe Geri për shikuesit. Këto që janë bërë trendi i viteve të fundit. Ta bëjmë praktike. Po. Ti mendon që në rast se një femër del me këto streçe super të ngushta, është e paqëllimshme, e pavetëdijshme, sepse mua nuk ma përpunon truri që është e pavetëdijshme. Po. Në rast se kategorizojmë femrat që janë në moshë 13 vjeç, 16 deri në 18 që nuk është formuar karakteri i tyre, sepse marrin shembuj edhe veprojnë më shumë instinktivisht. Po. Po kjo s'është e kufizuar në moshë. Për moshën më të pjekur që janë të vetëdijshme dhe karakteri i tyre është formuar. Ti mendon që
kur veshin këtë lloj veshje, janë të pavetëdijshme apo e zgjedhin me një qëllim dhe dalin në rrugë për të arritur diçka? Ndoshta për të qenë më lart se femrat e tjera, ndoshta për të tërhequr syrin e një mashkulli, ndoshta për të qenë të pranuara që unë vlej, shikoni format e mia, si mendon ti? Unë kam një mendim timin, por para se të shprehem, dua që të bëj një parantezë, thoja, që është shumë e thjeshtë unë të pozicionojm në bazë të boshtit tim moral, sepse secili për nesh ka një bosht moral, për mënyrën se çfarë lejon ose çfarë s'lejon. Dhe është shumë e thjeshtë unë t'jap një përgjigje shumë lakonike, të prerë, e të them që nuk bën, nuk s'bën. Por kësaj radhe nuk do të fokusohem shumë këtu, do të fokusohem shumë që ta analizoj aspektin psikologjik, dhe të kuptoj pse. Më shumë se sa të kuptoj a e shoh unë gabuar ose të drejtë. Do ndahem më shumë te kjo e dyta. Jo, nuk do pozicionohemi si gjykues apo çfarë është e drejtë e gabuar. Thjesht duhem ta zbërthejmë nga ana psikologjike dhe efekti që ka kjo në shoqëri. Po. Jo thash shumë që nga aspekti personal të parandaloj ca paragjykime, sepse nuk jam këtu për të bërë moral, domethënë, po unë thjesht dua të kuptojmë ai sa bëjnë se ne. Sepse për këto fenomene secili për nesh do gjykoj, sepse do projektoj moralin e vet, edhe kemi drejtën tonë ta bëjmë këtë gjë. Por e thën kjo, po e lë më njang këtë gjë, dhe po do i futem që ta kuptoj pse. Tani, përmendëm fenomenin e streçeve. Sorry se. Zëri po ikëm me pushime këto ditë. S'ka gjë, është periudhë dimri, alergjish. Jo, kam qenë me grip para një javë. Okej. Ke pasur kohë të reflektosh për veshjet që të cilin ftohtë. Po. Tani, për fenomenin e streçeve, unë e shikoj kështu paraqitje. Ka dy aspekt kryesor. Është funksioni që ka, edhe vëmendja, funksion vëmendje. Ndalu pak te funksioni, cili është funksioni i streçeve? Po e futem veshje, se do bëj një lidhje logjike, po e filloj nga veshja si për anë estetike, si koncept, si diçka e tillë. Ka funksion, ka dhe pjesën e vëmendjes. Tek pjesa e vëmendjes sigurisht futet ana dhe estetike. Funksioni është çfarë? Fatikisht ana estetike është pak nga dy, do thoja, po ta mendoj pak më thellë. Por ka dy gjëra. Për veshja që ne veshim, ka një arsye pse e veshim, ose të na mbaj ngrohtë, ose të na mbaj freskët, ose të reflektoj një pjesë të personalitetit ton. Kjo është edhe një lloj funksioni, për shembull një veshje në zyrë ose një veshje ku di unë në një mbrëmje. Ajo veshje është edhe qëllimin që mos dalim të zhveshur edhe lakurit. Është si një lloj kartvizite që mënyra se unë vishe, luku që unë kam përfaqëson një pjesë personalitetit tim. Kjo është këto gjëra, disa prej gjëra. Je dakord ti te kjo pjesa që veshja shpreh një pjesë të personalitetit? Po, sepse shumë njerëz thonë që jo, unë vishe mba u menduar, nuk shpreh asgjë. Është thjesht një veshje dhe kaq. Edhe mund të shpreh, po edhe mund të shpreh, pra, veshja, se po degëzohem pak jashtë para se të kthejmë te linja logjike. Veshja mund, nëse dikush e bën me vetdije, mund të shpreh personalitetin e personit, por nëse dikush nuk vendos shumë vetdije ose nuk e ka me shumë mendim, tregon që dikush nuk e ka të rëndësishme atë pjesë dhe ka drejtën e vet. Dhe tani çdo veshje që ne veshim është i balancë këtyre dyve, funksioni që ka, edhe vëmendja që ne duam të marrim. Ta themi fjalë të thjeshta që mos ta komplikoj shumë, ose ta ndërlikoj shumë. Pra, ka funksionin, ka dhe vëmendjen që do të marrim. Tani, çfarë ndodh? Në një rast ideal, sipas mendimit tim, subjektiv, dhe jo aq objektiv, veshja ose është shumë e orientuar nga funksioni, një xhup që të më mbajë ngrohtë, një veshje zyrtare që të më paraqesi, ose ka dhe një lloj balance që mua më jep gjitha këto, është e rehatshme, më mban ngrohtë, më mban freskët, transmeton diçka time, por edhe merr çik vëmendje. Dhe kur është kjo balancë është okay, po ku ndryshon situata është kur peshorja anon shumë nga çështja që unë dua të marr vëmendje me anë të veshjes, por nuk jap më rëndësi pjesës së funksionit. Jam i gatshëm të mbërdhi ftohti, vetëm të marr vëmendje. Po marr një shembull, ose jam i gatshëm dhe të mos kombinohem
që të marr vëmendje, ose jam i gatshëm edhe të krijoj disa situata të papërshtatshme, në për shembull të vishesh në një mbrëmje zyrtare ose në një mbrëmje familjare tepërsisht provokuese, sepse unë dua vëmendjen me çdo lloj kushti. Dhe çështja ndryshon kur një njeri është i gatshëm të marrë vëmendje me çdo lloj kushti. Dhe kthehemi te streçet tani, se bëra ka shumë raste kur streçet vishen në aktivitete që janë të papërshtatshme për të veshur streçe. Do thotë tysh, po kush e vendosi këtë? Ti e vendos Kosta? Jo se vendos unë, por janë disa rregulla të pashkruara, është një kulturë që ekziston, dhe kjo kulturë na pëlqen, s'na pëlqen, është perfekte, s'është perfekte, ka ato normat morale të veta që e mban njeriu në shina, do thoja. Kështu që kur këto streçet vishen jashtë kontekstit, se vishen në një mënyrë papërshtatshme ose në një moment papërshtatshëm, atëherë krijojnë peshore janë më shumë tek vëmendja. Unë dua të marr vëmendje me çfarë kushti. E çfarë thotë kjo për këtë person që e vesh? Pyetja $1 milion. Kjo thotë që ky person, për këtë person me shumë gjasa, gjë më e rëndësishme, akoma edhe se paraqitja, akoma se reflektimi i personalitetit, akoma se edhe funksionit, akoma se të qenë ngrohtë, është të marrë vëmendje nga të tjerët. Pse kjo vëmendje është një tregues pasigurie të theksuar të individit? Në shumë raste po. Në shumë raste është një tregues pasigurie. Pra, ka shumë raste kur, sepse të gjithë ne kemi pasiguri, por në një rast ideal për gjatë fëmijërisë tonë dhe teksa rritemi në adoleshencë, ne duhet të mësojmë të zhvillojmë mekanizma që t'japim siguri vetes. Që dhe dikush na gjikon, edhe kur dikush është dakord me ne themi prito një sekond, kjo që po thot ky, ku e bazon? A është e bazuar në fakte apo ka paragjykim? Ose ky person nuk i pëlqej unë, ku bazohet? Te një preferencë? Okej, apo s'bazohet as sekundi, ose ka të drejtë, duhet të reflektoj. Pra këto janë mekanizma që ne duhet t'i zhvillojmë të brendshëm. Dhe nëpërmjet këtyre mekanizmave ne japim siguri vetes. Sigurisht pa kaluar në ekstremin tjetër që mund të jetë arroganca, fodullëku, qoftë narcizimi e tjerë. Kështu që kur një person si ka këto mekanizma të brendshëm, nuk ka këtë bisedën e brendshme me veten që i jep vetbesim vetes, do zhvillojë mënyra të tjera për ta bërë këtë gjë, dhe një mënyrë është aparenca. Për të marrë vëmendjen e të tjerëve, sepse ndryshe nuk e merr. A mendon ti se kjo është një pasojë e objektizimit të hershëm të figurës femrës? Po, nuk është vetëm aspekti unë trajtoj vetëm aspektin e zhvillimit të këtij personi, si zhvillohet ky në jetë, çfarë zhvillon së brendshmi. Por është shumë e vërtetë kjo që thua ti, nuk duhet të injoruar edhe aspekti kulturor. Edhe aspekti shoqëror. Pse? Sepse ato kompanitë miliarda dollarëshe sigurisht kanë influencuar dhe deri diku tregun, deri diku dhe opinionin publik, që disa lloj stilesh vendosin norma që vendosin si standardi. Dhe dikush që i vesh këto standarde do pranohet nga shoqëria, do marrë më shumë vëmendje nga shoqëria, dhe sa më pak dikush të ketë lidhje me veten, sa më pak dikush të reflektoj, aq më i manipulueshëm. Aq më shumë e pranon si të mirëqen këtë gjë pa filtra. Nuk ka filtra të bën që thotë prit, sepse unë nuk duhet të vishem këtë formë çdo lloj kushti që të kem vlerë. Ka mënyra të tjera që unë të shpreh vlerën time si njeri. Pra, e them me fjalë më të thjeshta, sa më pak dikush të reflektoj, sa më pak të ketë kultivuar dikush një karakter të fortë, aq më kollaj manipulohet që të veshi çfarë të vendosi ajo fuqia miliardë dollarëshe që vendos biznes me pasiguritë e njerëzve. Është e ashpër kjo gjë, po kështu është. Përveç streçeve për këtë. Po te streçet dua të se ka një gjë tjetër, nëse ma lejon, please. Patjetër. Unë e shoh kështu veshje, e shoh si një spektër. Është estetika, që është nga një spektër tjetër, është provokimi në mes, borderline, edhe është vulgariteti që është në spektrin tjetër. Si duket në syrin e një mashkulli një femër e veshur me streçe aq të ngushta për ditë në rrugë? A duket tërheqëse? Se normalisht kjo është një veshje që aplikohet pa gjykuar anën fizike të çdo lloj femre, po vishet nga të gjitha kategoritë e femrave, si ato që merren me sport, si ato që janë të plota, të dobta. Okej. Tani këtu nuk do të bëhem si thot populli më katolik se papa. Do them dhe një këndvështrim timi, po duke ndërthurur pak edhe me psikologjinë
e ndërthurur me... Ose edhe më sakta, është e domosdoshme që të vishen këto streqe në rrugë për të rënë në sy të mashkullit. E domosdoshme. Për të rënë në sy të mashkullit? Varet se çfarë mashkulli do të tërheqësh. Kjo është përgjigja. E domosdoshme jo, por varet çfarë objektivi ka kjo gjë, që do i kthejmë pak më vonë kësaj gjëje, nëse do ashtu. Por do thoya këtë gjë që duke parë që nga aspekti i evolucionit, ne si njerëz në mënyrë të pavetdijshme kemi të instaluar në ato instinktet tona që të vlerësojmë disa aspekte fizike në mënyrë të pavetdijshme. Për shembull tek mashkulli, në përgjithësi po them, femra tërhiqet nga pjesa që reflekton testosteron, sepse në mënyrë pavetdijshme kjo jep një mesazh që ky mashkull është fertil, do thoya. Sigurisht duhet të sqarojmë një gjë. Këto tendencat instinktive që ne kemi mund të duken bardhëzi, po kemi parasysh që instinktet tona nuk evoluojnë si një program Windows që updatohen sot për nesër. Duhen shumë miliona vite ndoshta, do thoya, që të evoluojnë, dhe prandaj ndoshta janë çik më të prapambetura. Në kohën e shpellave ndoshta, kjo karakteristika e mashkullit, që ishte pak më i formuar, me nokull më të trash, me qimet e tjera, ndoshta mund të lidhej me pjesën që ky është një mashkull që është provider, që jep, që është sigurues, faleminderit, s'po mitet termi shqip. Por sot nuk është e domosdoshme ajo. Jo domosdoshme do thotë që një mashkull që s'ka një nofull katrore, nuk është një mashkull që mund të sigurojë. Por instinkti evolon pak më ngadalë se sa mendja logjike. Kështu që duhet parë kjo gjë. Dhe kundërta nga femra, që është ajo raporti bel dhe pjesa sipër, që tregon që kjo femër është më pjellore nga ana instinktive, se mos keq kuptohen këtu. E prandaj tek femra vlerësohet kjo pjesë në përgjithësi. Pse e thash këtë? E thash këtë që ky është një aspekt instinktiv edhe seksual që do s'do ndikon edhe mashkullin e femrën, të gjithëve na ndikon. Po, ama si që ne njerëzore kemi ndërgjegje, kemi logjik, kemi nivel shpirtëror që kemi frena. Frenojmë të instinktet. Shpresoj, kemi frena. Dhe do të them të gjë që jo të gjithë na pëlqen sa pëlqen, disa bekohen me gene që ka një trup që i shkon këtyre standardeve evolutive që përmenda, e disa jo. Dhe tani, nëse dikush do të veshi streqe që t'i vënë pak këtë gjë, pra ka një atribut fizik që në mas konsiderohet i pranueshëm. Edhe kjo femër ose ky mashkull do ta ekspozoj këtë gjë, ka drejt neve ta bëj. Po pyetja është pse? Dhe gjëja tjetër është kur dikush nuk është bekuar me këtë aparencë dhe vetë streqe, jep që ka efekt të kundërt. Ndryshe nga një person që ka një trup të bukur. Por një person që s'ka një trup që konsiderohet i bukur nga masa dhe vesh streqe, kjo tregon një gjë tjetër, pastaj që ky person shifet pasqyrë apo jo? Simas analizës tënde, justifikohet një person që ka për masa estetikisht të pranueshme të vesh streqe dhe një që nuk i ka, nuk duhet i vesh? Nuk do thoya justifikohet. Nuk do thoya që ky person justifikohet. Po do thoya që ky personi të gjithë ka një qëllim pse veshin streqet, po të paktën në rastin e parë qëllimi ka një arsye që është më qartë. Kurse në rastin e dytë kthehemi shumë për çështje do thoya unë imitimi, që me që e veshin të gjithë, po i vesh edhe unë. Po se si dukem, se çfarë efekti japun te të tjerët, pastaj kësaj nuk i jap shumë rëndësi. Do thotë dikush, ai person ka të drejtë të vishet si të dojë, që ta vet. Jam dakord, se tani s'do bëjmë Tiranë. Por ama duhet marrim parasysh që edhe ambienti publik është një ambient publik. Ose ka situata që kemi një përgjegjësi sociale. Kemi një përgjegjësi sociale në fund ditës. Gjithë jemi të veshim çfarë duam normalisht, por që pikërisht. Në rast se kemi një ndërgjegje të lartë si individ, duhet mendojmë dhe se çfarë përcjellim. Pikërisht, sepse veshja aq sa dhe na vetë kënaq, shkakton edhe një efekt të tjerët.
Edhe deri diku ne kemi përgjegjësi për të gjë. Kjo vlen më shumë te veshjet provokuese, po gjithsesi dhe veshja në përgjithësi. Dhe ne kemi farë përgjegjësie se çfarë transmetojmë me aparencën tonë, me paraqitjen tonë. Dhe kur kjo paraqitje, po e bëj pak më konkrete, në një ambient ku supozohet të diskutojmë për diçka zyrtare, të festojmë diçka zyrtare, qoftë për punë, qoftë diçka më familjare ndoshta, dhe dikush vishet me një veshje që provokon diçka seksuale, me atë veshje ai po e devion vëmendjen e arsyes pse jemi mbledhur aty. Kështu që kjo veshje është e papërshtatshme. Me gjithë drejtën që ka ai person të vishet ashtu, drejta vet, por e vërteta është që shkakton një situatë pak tensionuese, do thosha. Do thot dikush, varet se sa vetëmbajtje kanë dikush, dakor. Po tani jo të gjithë kanë të njëjtin nivel vetëmbajtje. Çfarë do them tani? Do themi atij personi mos hajde ti tek mbledhja, sepse Po për këto veshjet crop top ose gati recipet që kanë filluar dalin mes rrugës, jo më në plazh. Veshjet crop top, atëherë. Okay. Po. Nëse është ajo që mendoj unë, ai shembull që thash Rio de Janeiro është parë, po, ai është. Okay, në rregull. Se do e vej Gerit prapë edhe këtë, do na shoqëroj gjatë gjithë kohës me imazh. Po. Do thoya që kjo është një veshje që te ai spektri i thashun që parë, estetik, provokuese dhe vulgare, anon më shumë nga ana e vulgaritetit. Një veshje e tillë. Ka persona që ndihen rehat me këtë, po në përgjithësi, për shembull ka vende që janë shumë të nxehta. Dhe vishen në mënyrë të tillë që mos të kenë vap. Okej, ka dhe forma të tjera për ta përballuar vapën, veshje të tjera, po nice. Po, jo dua të them që nuk dua të nxitojmë ta gjykoj, por në Shqipëri nuk vlen, sepse në Shqipëri nuk është aq nxehtë sa të vishesh në atë formë. Kështu që nëse në Shqipëri dikush vishet në atë formë, do thotë që stili i këtij personi është në sytë e mi, mund ta kemi gabim, anon tek ajo pjesa e vulgaritetit. Dhe lind pyetja, a është kjo tërheqëse apo jo? Dhe këtë person, kjo lloj paraqitjeje, si e prezanton? E prezanton si një njeri apo e bën si një objekt dëshire dhe asgjë tjetër? Quhet ai objektifikimi i femrës. Nëse dikush është rehat që të shikohet thjesht si një objekt, qoftë femër, qoftë mashkull, atëherë s'kam çfarë i them atij personi. Përveç se fakti që në disa ambiente publike të kemi konsiderat. Por nëse dikush do që të përcjellë diçka më tepër, mos jetë thjesht objekt dëshire, ose ta them që me fjalë popullore bruto, mos shihet si thjesht një cop mishi, që ka vetëm një funksion që është seksuale, asgjë tjetër, atëherë do të pyesi veten, unë çfarë po përcjell? Po përcjell vetëm që të dukem si një cop mishi, apo po paraqitja ime përcjell diçka tjetër? Unë problemin më të madh te këto veshjet, përveç kësaj që fole ti, e kam edhe te shembulli që japin te fëmijët, se kur del në rrugë, ajo është temë. Të shohin shumë fëmijë dhe të shohin si modele dhe shohin si një normë që nuk ka gjë të keqe që ta vesh edhe unë. Dhe sidomos kur kjo veshje përdoret nga persona që kanë një farë influencë rregullisht. Aty është influenca akoma më e fortë. Dhe prap shkon pyetja këtu që ky person që ka këtë look, ka me gjithë drejtën e vet që ka, se i themi tani mos u vish, por thjesht duhet të pyesi veten çfarë transmetoj unë, çfarë është objektivi im me këtë lloj veshje. Të marr vëmendje me çdo lloj kushti, pa më interesuar çfarë shembulli jap, pa më interesuar çfarë transmetoj nga personaliteti im, apo të transmetoj diçka tjetër si person përveç pjesës seksuale. Tani, do të shtojë një gjë. Është bërë një fenomen shumë i zakonshëm sot, që seksualiteti përdoret si armë. Nuk është vetëm sot në fakt, ka qindra vjet që është, por sot ndoshta është më shumë. Ta korrigjoj veten, sot është bërë në një mënyrë, ka ndryshuar forma se si bëhet. Forma se si bëhet është më direkte, në shumë raste vulgare, po jo gjithmonë.
këtu ka pas ndikim të madh mendoj rrjetet sociale, nga që janë të aksesueshme nga të gjithë aktualisht edhe përveç kësaj janë kthyer edhe në një formë monetizimi, domethënë që sa më shumë dikush ekspozohet e zhvishet, aq më shumë shpërblehet. Po, dhe futet cikli Edhe kur dopaminës. futet shpërblimi në këtë mes, nuk ka më limite pastaj. Ka tendencë mos ketë limite. Sepse këtu futet cikli dopaminës, që nëse unë bëj diçka me dhe marr shpërblim, automatikisht përbërja kimike e trurit tim ja justifikon vetes ato gjërat që janë e kërkojmë shumë pranueshme, ja justifikojmë vetes që themi jemi duke bërë diçka të drejtë. Po, sepse me një shpërblim. Po. Edhe po vendosim një standard që quhet normë. Po bëj një ushtrim imagjinate, po mundon ta vë një moment sa mundem veten në vend të këtij personi. Ky person zbulon se ka një super fuqi. Kjo super fuqi është që është njëri tërheqës, femër tërheqëse, dhe e shef që kjo ka një efekt tek meshkujt, tek opinioni etj. Dhe ky efekt mund të përkthehet në influencë, mund të përkthehet në të ardhura etj. Tani, do thoya ky person hasë me një dilemë të brendshme, thotë, deri ku unë jam i gatshëm të shkoj ta përdor si vegël ose si armë këtë influencën time. Dhe këtu ndahet çdo njeri pastaj. Vendimi që merr, nëse ka këtë dilemë, se ka dhe persona që s'e kanë dilemë fare. Po unë më pëlqen të besoj që shumë njerëz në një pikë të jetës tyre kanë këtë dilemë. E zbulojnë superfuqinë e tyre, më shumë në rastin e grave kjo, dhe bëjnë një zgjedhje, sa do ta përdor unë këtë superfuqinë time. Dhe në bazë të boshtit moral që ka secili, ose në bazë të botë kuptimit që ka secili, bazë kulturës që ka secili, bazë personalitetit që ka secili, që është i lirë ta ketë siç e ka, merr një vendim. E thotë, unë jam i gatshëm të shkoj deri këtu, unë jam i gatshëm të shkoj deri këtu, dhe unë mund të thotë që s'kam limit fare. Dhe pyetja që ndjek është, çfarë tregon kjo për këtë njerëz? S'po e them unë përgjigjen, por shikuesit ta reflektojnë e ta vendosin vetë, sepse përgjigjet janë ndryshe. Kështu që mendim ky se i kemi pikë të dobët ato shorcat, pantallonat e shkurtra ose super të shkurtra që nxjerrin gjysmën e të pasmeve jashtë. 3 vitet e fundit, ndoshta jam dhe prapambetur ka dhe më shumë vite se aq që vishen. Më shumë. Më shumë? Okej. E kam me të dëgjuar. Jo me të parë. Ja, ç'ne. Janë aq të sikletshme sa me zor presim tik vera. Disa mund të thonë shumë mirë. Okej. Por disa mund të thonë, ndoshta ky është një krim shumë i madh. Po jo për arsye pse mendojnë të gjithë. Ky është një krim shumë i madh sepse vret misterin. Okej. Është krim, pse ta vrasësh misterin? Të bëhet kështu. Kur mund të jetë rezervuar për një person caktuar, për një moment caktuar, aty është magjia, aty dhe rritet vlera, ku një pjesë intime nuk është kështu teatri i hapur, por është pak më nuk është ekspozit për gjithë. Nuk është ekspozit. Tani dhe mund të jetë, po dikush mund të marrë kënaqësi nga kjo gjë. Unë personalisht nuk do e merrja, po ky është këndvështrimi im. Këtu do pozicionohem pak më shumë se sa më parë. Dhe do them që vrasja e misterit është krim në këtë rast. Kështu që si mendon ti se bëhet shpesh ky lloj diskutimi që femrat vishen më shumë për femrat, se kanë një konkurrencë shumë të fortë brenda gjinisë, se sa për meshkujt. Sa e vërtetë është kjo, ose ku qëndrojnë balancat në këtë luftë? Përgjigjja e thjeshtë është po, femrat vishen për femrat. Por ndoshta po ta analizoj pak më shumë, do thoya femrat vishen për femrat për të konkuruar se kush merr më shumë vëmendjen e meshkujve. Kështu që nuk është vetëm ajo. Do të thonë sigurisht unë kam vënë re që konkurenca është më e fortë midis grave, që mos ta përdor termin femra. Po sepse, më fal që ndërpres, ta marr një shembull. Kur një femër del me bashkëshortin ose me miq që janë të gjinisë mashkull,
nuk kujdeset shumë, bën një veshje, po nuk merret shumë me detajet ose të dalë në formën e saj më të mirë. Po në momentin që e merr, për shembull që bie telefoni që thot thot shoku i vet i grupit shoqëror që kanë që kam edhe shoqen me vete ose kam edhe motrën, rrinë edhe 10 minuta më shumë para pasqyrës ose mendojnë të zgjedhin një veshje më të menduar mirë. Po. Është ajo që thash, është ndërthurur. Sigurisht nuk mund të themi që gratë vishen vetëm për t'yrën në si meshkujve, sepse kjo unë nuk e besoj se kjo është e vërtet, por ekziston dhe ajo konkurenca që gratë kanë me njëra tjetrën për çështjen e lukut, estetikës. Ose për të treguar e përsi që format e mia janë më lart se të tuat ose për shumë arsye. X tipar është më. Por dua të përmendoj një gjë që jem sa më shumë i drejtë në raportin e kësaj gjëje. Konkurenca ndikohet të shumë se çfarë bot kuptimi çdo njeri ka dhe çdo grua ka. Për një grua veshja vërtet mund të jetë një mënyrë për të transmetuar personalitetin e saj. Dhe konkurencën ajo e bazon te kjo gjë. Për një grua tjetër veshja mund të jetë një mënyrë pastaj nga që është më ndryshe dhe mund të jetë një mënyrë për të krahasuar sa provokuese është. Pra, ky krahasim nuk ka të njëjtat standarde për çdo grua. Ekziston fenomeni që shpesh ky krahasim i disë grave ndodh, por për mendimin tim nuk duhet hedhur poshtë fakti që kjo konkurrencë varet edhe se çfarë standardi ka çdo grua. Është ky standard i bazuar vetëm tek pjesa aspekti provokues të seksualizmi apo dhe stili. Çështja është që sot ne po diskutojmë fenomen që shumica po bëjnë veshje të egzageruara dhe të tepruara në ambiente publike, kështu që shumica po shkojnë me këto normat e përgjithshme, është bërë një zhvendosje e vlerave. Shumica. Një masë e madhe. Se ndoshta nuk është shumica. Po, ndoshta u shpreh vetëm po. Një masë e madhe. Nuk është se janë disa elemente dhe se po të ishin vetëm disa element, nuk do merreshim dhe ne sot këtu me këtë fenomen. Po. Po prapi kthehet sa që thash unë, pra ndikon shumë se çfarë standardi ka. Secili për nesh ka standarde. Dhe ne krahasohemi në atë që e vlerësojmë të rëndësishme. Nëse ky person të rëndësishme vlerëson vetëm aspektin seksual, aty do e ketë krahasimin. Nëse ky person ka një miks të aspektit seksual, të estetikës, të sensualizmit, të personalitetit do krahasohet aty. Pra është varet se ku ka standardin dikush. Kjo ndikon se me çfarë krahasohet, për sa i përket afarencës, po jo vetëm. A mendon ti se shumica vishen thjesht sepse i merr kjo rutina ose i merr ky trendi, kjo influenca e rrjeteve sociale, modeleve që vendosen nga kompanitë modës, edhe nuk e mendojnë shumë gjatë, edhe ndoshta edhe vetë ato kanë shpesh kur veshin ndonjë veshje jo shumë të rehatshme, tepër provokuese, kanë atë dilemën dhe ndihen në siklet që pse e vesha këtë, po prapim poshtë kjo dëshira për vëmendje, është ajo që thash unë, peshorja, logjikën. Po. Sepse është funksion vëmendje. Kur peshorja shkon te prit nga vëmendja, nuk ka shumë betejë të brendshme që thotë që jo po sikur thotë për sa kohë që marr vëmendje do vishem. Dhe tu do bëja një ushtim imagjinar, do thosha, po sikur këto kompanitë miliarda dollar që të thoshin që tani stili është veshin ca qese të plerash. Po. A do i vishte ky person? Jo qese plerash, këto i ka bërë se e ka vërtetuar që njerëzit shkojnë doli Balenciaga. Jo në sfilada, jo në parada, me çadollat e bluzet grisur edhe njerëzit janë të gatshëm që ta blejnë me shifra shumë të mëdha. Po. Kjo është vërtetuar. Madje këtë desha të them që në rast se vjen një moment që kompanitë, shtëpitë e modës me influencë ose njerëz që kanë influencë në rrjete sociale ose në media, në kinema, dalin edhe e vënë si trend që do veshim rroba të gjëra. Me shumë mundësi do dilin shumica e femrave që deri dje vishnin streçe edhe këto pantallonat e shkurtra që nxjerrin gjysmën e trupit jashtë, do vishnin këto të gjëra edhe do paragjykonin një që do vishe me të shkurtra, se do thoshin që shiko, kjo nuk është më në mod. Po. Do më thë shkojnë shumë pa reflektuar në këtë aspekt që... Ndoshta. Po, do thoja unë që të gjithë ndikohemi deri në një farë pike nga kultura dhe nga
kjo vetdia kolektive, ku pjesa e vetdijes kolektive është edhe veshja. Të gjithë ndikohemi. Pra zgjedhjet që ne kemi bërë për veshje, po. Të gjithë ne deri në farë pike jemi edikuar që vishemi kështu si vishemi. Por do thoja prap që ose ka një reflektim në një betejë të brendshme ndaj njerëzve kur ekspozohen ndaj njerëz në mode, ose s'ka fare, ose ka shumë pak. Që do thotë, një person që ka shumë komplekse dhe do vëmendje me çdo lloj kushti do ndjeki trendin. Më fal që të ndërpres, shumica nuk e shohin thjesht edhe si komplekse. Sot ka ardhur edhe kjo fryma që fuqizimi i gruas, i figurës femrës, edhe e quajnë veshjen si liri. Shprehje e vetes. A mendon ti se është liri mos veshja, se praktikisht kur vishesh pak i bi mos veshje se sa veshje. Po ky është rast tjetër. Nga ky fenomeni i ndikimit. Këta janë njerëzit që janë kontrovers pastaj. Jo kontrovers, sepse këto vendosin normat në krijojnë modën. Shoqëri, po krijojnë modën. Po. Është ndryshe kjo gjë. Do them diçka për këtë, po thjesht ti vë pikën ku ti kësaj pjesës së ndikimit që po ndodh në masë të rrjeteve sociale është gjithmonë kjo, që sa dikush e ka balancën vëmendje dhe them ndoshta po bën përsëritës, po kjo është e gjitha. Nëse dikush do vëmendje me çdo kush i do ndikohet nga influenca shumë kollaj. Nëse dikush ka dhe një reflektim të brendshëm edhe vë një stop, ka ca filtra, nuk do ndikohet kollaj. Ka ato standardet e veta, me do ndikohet më pak. Tani, për sa i përket këtyre personazheve që krijojnë moda, këta janë personazhe që nuk e kanë shumë konfliktin a do më pëlqejnë tjerët apo jo, sepse këta kanë krijuar një imazh të vetes, janë afirmuar. Po, tashmë janë të afirmuar. Janë afirmuar dhe kanë krijuar një lloj bariere që nuk i gjykojnë kollaj në krahasim me atë personin që është në shtëpinë e vet, që nuk e njohin shumë veta dhe ka ca pasiguri dhe nuk është afirmuar se ai person tjetër. Kështu që ky e ka luksin që të bëjë një diferencë, të bëhet the exception, përjashtimi që më vonë kthehet në rregullin pastaj modën. Po. Dhe pastaj çfarë bën ky person me këtë influencë ka, varet nga personi tjetër që ka Nuk po flisja për individ të caktuar, po thosha që shumica e femrave kanë përqafuar këtë me propagandat e fundit që janë bërë që femra, figura e femrës po fuqizohet, ne jemi të lira, edhe liria tashi përcaktohet sikur unë të vishem si të dua, të dal në rrugë me recipeta, pa recipeta, me qëra fjala kemi dhe veshje pa recipeta. Kështu që ajo është totalisht me qëllim provokues. Ndoshta jo, do thoja unë, sepse deri diku këto lëvizjet unë do thoya që edhe kanë një të drejtë. Sepse pse vijnë këto lëvizje? Sepse ka gra që u ka ardhur majtundës nga meshkuj që kanë tendenca seksiste, kanë tendenca misogjinie, ka tendenca që t'i shikojnë si objekte femër, ka tendencë t'i zhvlerësojnë. Tu jam ndër teje. Sepse në momentin që unë vishem në mënyrë provokuese ose gjysmë e zhveshur, edhe pretendoj që ti mos më shikosh edhe mos më ngacmosh, është pak kontradiktore. Po, do shkoj edhe aty. Po theja si fenomen përgjithësi që shumë nga këto lëvizje, nuk po them gjitha, bëjnë me arsye që ti vendosin grave atë dinjitetin që meriton. Dhe ky qëllim nuk është i gabuar në gjykimin tim, sepse sigurisht gratë meritojnë dinjitetin e tyre. Po çështja është, a justifikon mjeti qëllimin? Tani, sa efektive është? Çështja a është liria e grave zhveshja? Sa efektive është? Po bëj një pyetje shumë sinqerte. Nëse dikush ka një përgjigje që ma hedh poshtë mendimin tim, më pres. Po do thoja. Tani, gratë po luftojnë që mos shikohen thjesht si objekte. Dhe tani si të dalit nudo e lufton këtë gjë? Pikërisht të po them. Kjo është pyetja. A nuk janë vetë gratë që e ushqejnë gjithmonë më shumë këtë pozicionimin që është bërë si objektizim seksual? Sepse në vend që ta luftojnë me ka forma tjera, pikërisht, me vlera, me karakter, ato e ushqejnë gjithmonë këtë pozicion që kanë, është sikur ju pëlqen ai pozicion që kanë edhe ushqejnë gjithmonë edhe më shumë. Më duket mua, të paktën ky është këndvështrimi im. Do shtoj disa shembuj personal. Tu po pozicionohem pak më shumë. Dhe nuk unë duhet analizoj fenomenin, po do merrem pak më te kjo që do them tani, me diçka personale. Unë kam njohur persona që kanë bërë diçka të tillë, pra që kanë bërë diçka provokuese, që cika kush janë,
Dhe në mendimin tim, këta persona thjesht kanë pasur një frustrim të brendshëm dhe kanë kanalizuar në atë formë. Pra duke bërë një ekzibicion provokues që thjesht për të kanalizuar frustrimin që kanë patur. Por nuk është kjo mënyra e dur për të luftuar. Ne kuptojmë që dikush mund të jetë i frustruar si arsye padrejtësive, si arsye e fenomeneve të misogjinisë, seksizmit, shumë e drejtë, por ka mënyra për ta bërë. Ka plot mënyra. Ka duke u bërë një grua më asertive, duke luftuar për vlerat e veta, siç është bërë shumë herë, për drejtat e veta. Duke u zhvilluar sa më shumë kulturalisht. Duke pasur gjithmonë një karakter të fortë. Duke investuar burime dhe energji dhe mendje që dhe në shumë vende pune që gratë meritojnë të jenë më prezente, të jenë se jo. Pra ka forma, nuk është ajo forma. Mua ajo formë nuk më bën shumë sens, sepse nga një anë do ta zhveshësh imazhin e gruas nga e pari thjesht si një objekt, dhe nga një anë bësh provokuese. Kjo nuk bën sens. Ndoshta nga shikuesit ta mund të jetë dikush që e mendon ndryshe nga unë dhe thotë që bën sens. Le të na shpjegoj në komente, ti je i mirëpritur. Dhe do ta lexojmë. Ndoshta edhe e kemi gabim. Por këtu tani mua kjo nuk më bën sens. Fiks këtë desha të them që gjithë këto vite, pavarësisht se kërkojnë, po e shohin lirinë në formën e gabuar. Sepse liria nuk do të thotë zhveshja, nuk është fuqi, nuk është vlerësim, nuk është liri, për mendimin tim. Që kjo është temë që meriton një podcast të vetin, dhe një temë miliona vjeçare, çfarë është liria. Nuk është fare për të habitur, por është për të ardhur keq, nuk është emancipim, se shumica e thonë që ti je pra panike, nuk je me trendin aktual, kjo është mod, duhet vishesh kështu, madje edhe shitësit insistojnë të kjo, kam qenë dikur para shumë vitesh, në fakt jo. Shitësi ka objektiv në shitjes, është tjetër muhabet. Po përveç saj edhe thotë që më sugjeron një funda fustancë se më të mirë, edhe thotë që ai tha unë nuk më pëlqen ky se nuk përshtatet, më duket shumë i shkurtër. Pse thotë gocat e veshin akoma më të shkurtër, ky me standardin është i gjatë, më thotë mua. Kjo është teknikë shitjeje. Përveç asaj. Po ajo është. Është përveç se është teknikë shitje, pikërisht pra jemi te ajo që kush e vendos krahasimin për të bërë blesh. Edhe kush e vendos normën, e vendosin shitësit, e vendosin industria e modës, e vendosin shitësi thjesht e përdor për të po edhe shitësi bën anën e vet, sepse në rast se një shitës do ishte me parime të larta, nuk do i sugjerote një vajze ose ndoshta do shiste fare. Ose nuk do shiste fare, po t'ishte më thellë. Po gjithsesi. Që janë të gjithë elementë që ndikojnë që të vendosin një standard ose që ta bëjnë një normë, diçka që nuk është e hishme për të bërë normë. Po. Thjesht do të thoja këtë gjë që shumica shkojnë lirinë si mund të bëj çat më teket, po nuk është ashtu liria. Po, liria ka dhe përgjegjësi. E ngatrojnë pak të konceptin e lirisë. Nuk e kanë qartë një pjesë të mirë. Ose në rast se i tërheq dikush vëmendjen, i thonë që shiko se të shef një fëmijë, po le t'ja mbyll prindri syt. Po se mund të ecën gjithë ato prindrit në rrugë duke ju mbyllur syt fëmijëve, se ashtu është bërë tash si zonë e minuar kudo që ecën. Okej, në rrugë, e njëjta veshje, pak a shumë është edhe në palestër. Shumica e vetëmbrojnë veten se thonë që janë rroba komode. Edhe janë praktike për të ushtruar fizikisht. Si mund të jenë praktike, streqe super të ngushta, recipet sportiv super i ekspozuar, që ti bën ushtrime, ulesh, ngrihesh. Të jemi sinqert, nuk e di se si mund të jenë praktike streqe, se si kam provuar ndonjëherë. Shpresoj mos ti provosh. Deri tani se kam plan. Po që unë si mashkull ndjem më komod me veshje të lirshme sportive. Mundësisht që të jenë fshfshe, si themi ne. Po. Që dhe ajroset çik trupi edhe djersa nuk ngjit. Për mua, dhe kam përshtypjen time që edhe për gratë ajo do jetë më komode. Në një palestër. Por do t'i pyesim si janë të parehatshme, se realisht sinqerisht nuk mund të flas me gjithë se kam provuar vetë.
Ose dalin me këto sulmin që unë shkoj në palestër të ushtrohem edhe pse ti më shikon ose më ngacmon. Ndërkohë që kemi veshje si kjo që... Po, tani, tu janë dyja palët përgjegjëse për të gjë. Edhe personi që provokon, edhe personi që provokohet. Pra, it takes two to tango, duhen persona për të kërcyer tango. Mund të themi që ata ti tjetrin mos ty nuk lejohet shikosh, po nga ana tjetër tani edhe secili për nesh i kthehemi asaj që thamë që parë. Ban përgjegjësitë asaj që shkakton, të efektit, pasojës shkakton në veshjen që ka. Kështu që nëse dikush thotë që e ka fajin ai tjetri që shef, ndoshta po për ta kthejmë çik nga vetja lenten, të shkojmë pak po veshja ime mos po shkakton një provokim, e mëse po shkakton, nuk mund të jemi aq të ashpër, themi mos shikoti, tani. Asnjë nuk është perfekt. Qëllimi jot ai është. Do thoya një shprehje popullore, po s'po e them më mirë. Asnjë nuk është perfekt. Kështu që unë shikoj që të dyja anët, edhe provokuesi, edhe personi provokuar janë përgjegjës, bashkë përgjegjës, që dikush shikohet. Diskutuam dhe pak më parë që kishte veshur një vajzë një veshje shumë të lirshme në palestër edhe komentet më negative i kishin ardhur nga femrat. Meshkujt e kishin respektuar, ta nxjerrim dhe në foto këtu në ilustrim. Ndërsa femrat e gjykonin edhe i kishin sulmuar rëndshëm. Po pse më? Si ka mundsi? Ndoshta sepse ju bie kjo lirshmëria që të vishen në mënyrë provokuese. Në rast se dalin shumë element si vajza në fjalë që vishen lirshëm, edhe kanë hall se mos bie kjo. Ose ndoshta jo, sepse nga një anë ajo është një konkurrencë pak. Ndoshta s'do t'i bëj përshtypje. Si rregull. Nuk do t'i bëj përshtypje. E kupton ku kemi arritur që veshja e egzageruar është bërë aq normë sa kur vishesh normalisht, dukesh si Delia Zez. Përveç asaj sulmohesh. Po kjo është një fenomen i vjetër sa historia e njerëzimit. Thjesht tani jemi shtuar çiksi shumë. Po tash është bërë më efektuar, kjo është problemi. Edhe vetdia kolektive do thoja unë sa vjen edhe po bie. Ti si mashkull që je kur shkon në palestër, a je më rehat kur ke femra me veshje normale apo femra me veshje provokuese? Unë kur jam palestër nuk dua të më flasi asnjëri. Të kam seriozisht. Unë kur shkoj në palestër, shkoj për palestër. E kam, është pak ngurtësie personalitetit tim kjo gjë, po kështu është. Po për tek saj. Ndihem rehat. Tani normalisht kur shoh një femër të rejse, shkakton një efekt tek unë si mashkull, të jemi sinqert. Po, është ana instinktive. Është ana instinktive, po nuk do lë palestrën time për atë arsye. Ose maksimumi do lëm pauzë edhe mund të shkoj të flas. Po varet. Por që prap, nuk do devijoj nga objektivi, nga misioni që është palestra, sepse Okej, se po dalja shteme këtu, po. Ideja është që mund dalësh pish një kafe dhe në vonë, s'është të palestra. Por si ndihem rehat. Nëse shoh një person që është tërheqës, më jep një efekt pozitiv, po kaq. Nuk është po qese në atë palestër ka vetëm çuna, unë nuk do shkoj te palestra, do shkoj te palestra, do shkoj në palestër për të bërë palestër. Nëse unë dua të shkoj për të njohur gra, do shkoj diku tjetër, se shkoj në palestër. Tani edhe mund të shkoj, po nuk është në top listën tim. Kjo është ideja, palestra. Ka ambiente të tjera që mund të shkoj për të njohur me dikë. Kështu që në palestër për mua s'ka shumë diferencë në fund të ditës. Po. Përveç atyre disa rreshtave që të si që ndodh, për fund ditës. Çfarë stil veshje të tërheq ty më shumë në një femër? Në rast se bëjmë një krahasim si vishet femra sot në 2026 edhe si është veshur në vitet 70, 80, që ka pasur gjithmonë një elegancë, një përkujdesje, kurse sot thjesht veshin dy veshje sintetike sa më të ngushta edhe kaq. Kjo është shumë personale, po unë prap kam atë radarin tim, ato filtrat e mia. Jo, unë përgjigje personale, dua gustën ti. Po, e bëram shumë si.
është ai spektri që thash, estetik, provokuese, vulgare. Për mendimin tim, mua më pëlqen veshja që vjen nga një femër, nga një grua që e di shumë mirë se kush është, e di shumë mirë çfarë do të përcjelli dhe e luan midis provokueses dhe estetikës, po pa e tepruar. Në bazë të kontekstit dhe ambientit, duke veshur siç duhet në ambientin e dur. Jo të vi në një takim zyre duke shkuar aspekti nga provokuesja, edhe vice versa. A e merr seriozisht ti një femër që vjen provokuese në zyrë? E marr seriozisht. A e merr seriozisht ose në rast se ke një takim provokuese apo vulgare, sepse nuk është një gjë. Provokuese o vulgare? Provokuese po me tendencë. Me tendencë nga vulgare, e marr seriozisht. Direkt në mënyrë automatike në mendjen time. Apo shkon direkt në paragjykim që paragjykimi që më vjen mua automatikisht është që ky person do të provokoj, ka nevojë për vëmendje ose do të weaponize, ta përdori charmin e saj. Një nga këto dy është. Po pastaj vjen dhe vetë djeri më thotë prit mos e gjiko Kosta, se ndoshta ka një arsye tjetër. Por instinktive kjo më vjen. Ose ky person do shumë vëmendje, ose ky person ka një plan djallëzor dhe po përdor charmet e veta. Një nga këto dy është automatikisht pap del mua. Dhe pastaj them, ti jap një mundësi këtij personi ta njoh, dhe të them, prit, se ndoshta s'është kështu. Shumica e rasteve ka qenë ashtu si e kam paragjykuar. Po nejse. Gjithmonë ka përjashtime. Po. Gjithmonë. Po. Përveç kësaj veshjes që e prekëm pak a shumë në përgjithësi të këto gjërat që nuk shkojnë edhe që edhe estetikisht nuk ngjajnë dhe shumë bukur, le të themi. Kemi edhe këto pjesën e gjërave më të vogla në mbajtje, këto thonjve super gjatë që kjo nuk hyn në aspektin provokues për mendimin tim. Kjo hyn në aspektin vrasës, ato janë armë. Nuk po flasim për thonjtë e gjatë, se thonjtë po flasim për disa thonjë siç i kemi këtu në foto që do ilustrojmë. Po, ja ta shoh një se unë kam super të gjatë që humbi dhe funksionalitetin. Pikën. Po. Super të gjatë që humbi funksionalitetin. Që thotë kemi prapë tek ajo formula që unë thash, funksionalitet, vëmendje. Nëse mua ky thua më bën që mos mbajtet dotën. A tërheq vëmendje? Po. Ky aspekt të meshkujt? Për mirë, të meshkujt. Më shumë, mund të them, më shumë te gratë me njëra tjetrën sa te meshkujt, po prapë tërheqet te meshkujt. Pjesa e thonjve. Po më shumë do të thosha me grave midis njëra tjetrës, pjesa e thonjve tërheq vëmendje. Por, nëse po që dora bëhet jo praktike, atëherë do të person. Mua personalisht më duket sikur i shton vetes një mangësi fizike, sepse sidomos për femrat që punojnë në ambiente shërbimi, edhe kur të marrin atë monedhën ose për farmaci që të japin ilaçin ose në fushat ndryshme dhe rrin kështu gati 10 minuta që të kryen gjithë procesin. Si ajo Lora me Arusha që kap atë, pra që ka të vincin që kap kështu dhe bie pra. Tani dikush do thotë tu, ti ignorant. Nuk është e thënë që ky personi që ka vënë thonjtë e gjata, do më thotë mua, e bën se të kam dëgjuar disa raste, ka qenë diskutim mes femrash që thotë, unë nuk e kuptoj, thotë, sepse nuk i maj dot shumë të gjatë, sepse unë funksionalitetin edhe nuk jam komode. Jo, thotë dikush tjetër që duhet mësohesh me to. Kalojmë pastaj në këtë aspektin që duhet mësohesh me gjën jo praktike. Domethënë arrin në një sakrificë që qoftë edhe këto daljet me veshje shumë të holla në periudha të ftohti, që thonë jo nuk kam ftohtë. Ndoshta ka një zjarr brenda që përvelon dhe domethënë arrin psikologjia në atë pikë që justifikon mungesën e prakticitetit, justifikon ftohtin, justifikon dhimbjen kur kalojmë në aspektin e ndërhyrjeve estetike që gjithë e dinë që janë dhimbshme. Nuk mund ta mohojmë që s'janë dhimbshme, se në fundit është ndërhyrje kirurgjikale. Po, kirurgjikale po. Edhe justifikojnë, edhe del në pa ajo shpreha që duhet vuash për të qenë i bukur. Po skepse vuam për të qenë bukur. Por, përgjigjja e gjatë është që t'i kthejmë dhe asaj që po thoja që sa i gatshëm është dikush të sakrifikoj për të marrë vëmendje. Po dikush do më thotë mua që jo more, unë si mbara të thotë gjatë për vëmendje.
unë do i them, je sigurt, nëse. Je sigurt do i them që se do për vëmendje. Je i sinqert në veten që realisht se bën për vëmendje atë. Po jo, do thotë e bëj sepse unë kështu shpreh me këto thonjtë gjata, shpreh personalitetin tim, shpreh vlerat e mia, shpreh karakterin tim me këto thonjtë gjata. Që ndërpres, mua gjithmonë më lind kurioziteti si mbajnë gjenën personale me thonjtë. Ajo është tjetër gjë. Po unë do të bëj këtë follow up question. Nëse do të thotë të gjë që më thonë të shpreh personalitetin, do të them si. Sepse ndonjëherë që ta kuptosh sa një person e ka reflektuar zgjedhjen që bën është ti bësh sa pyetje logjike, ta detyrosh, do thonë ta reflektoj. Si e shpreh kjo karakterin tënd dhe personalitetin të thonjtë gjata? Përgjigja e zakonisht në eksperiencën personale është po, atëherë thjesht e bën për qejf. S'ka një arsye, është thjesht emocionale, pa arsye. Ose bën me vëmendje, pa të tregojnë sinqert me veten. Edhe nëse për ty kjo sakrificë funksioni, pa që me zor kap gotën, ja vlen për të marrë vëmendje, okay, respektoj zgjidhja jote. Mua nuk më duket normale, po nëse do ta bësh, vuaj. Çfarë? A duhet vuajmë ne që të jemi të bukur? Jo. Jo? Jo. Kjo është pyetje kategorike. Pse do të vuajmë që të jemi të bukur? Po sepse unë nuk e pranoj plakjen, nuk e pranoj rrudhën, nuk e pranoj buzë të holla. Po pse nuk e pranon buzë të holla? Po bëjmë një ti po bën avokatin e djallit dhe unë po bëj atë dialektikën sokratike. Po nuk e pranoj se të gjithë kanë buzë të trasha. Të gjithë duan, edhe pse janë 40, 50, do duken si 20, pse unë duhet dukem 40? Po sepse aq e ke moshën. Dhe pastaj po jo, mosha është bërë krim. Sot është bërë turp që ti të kesh një moshë caktuar. Po. Dhe kur bëhet mosha krim, kur dikush turp është e turpshme që ti të dalësh me gjurmët e moshës. Është bërë e turpshme. Dhe unë do të bëj një pyetje, kur bëhet mosha krim? Ndoshta do thoya unë, atëherë kur ky person e identifikon veten e vet vetëm me trupin, në asgjë tjetër. Atëherë fillojnë krizat. Nëse dikush e identifikon veten e vet vetëm me trupin, sa më shumë ta identifikojë veten e vet me trupin, me këtë copën e mishit, dhe që është vetëm, se është një mrekulli arkitekturore nga Zoti, por e identifikon veten vetëm me këtë, aq më thjesht është ky person të kalojë pasiguri dhe kriza të tilla. A jemi në një krizë të thellë shoqërore ne? Për faktin që po bëhen kaq shumë, po i kushtohet kaq shumë vëmendje anës estetike, edhe kemi lënë totalisht mbasdore anën shpirtërore. Pikërisht. Sepse shumë shpesh, jo gjithmonë, po un kam parë shumë raste që fiksimi me trupin tregon një refuzim ndaj vdekjes. Në një refuzim ndaj jetës njëkohësisht. Sepse dhe mbi të gjitha tregon një refuzim ndaj faktit që shumë gjëra në këtë botë janë kalimtare. Sa më pak paqe të bëjmë ne me faktin që shumë gjëra në këtë botë, ndoshta të gjitha, janë kalimtare, aq më shumë atashohemi me fiziken. Fizika është një dhuratë që na është dhënë, dhe për të do të jemi mirënjohës, dhe do ta vlerësojmë, por ka një diferencë shumë të madhe midis ta vlerësojmë, të jemi mirënjohës për fiziken dhe të fiksohemi me të. Dhe kur fiksohemi me të, normalisht vëmendja jonë është si punë e ramit, ka një kapacitet caktuar. Nëse ne vëmë vëmendjen vetëm tek fizikja, normalisht do ketë më vend për shpirtërore. Çfarë ushqejmë, ato do zhvillojmë tek vetja. Fizika do mbivendoset me shpirt. Fizika do mbivendoset. Sigurisht edhe fizika ka nevojë për vëmendjen tonë. Qoftë edhe për aspektet më bazike, që të ushqehet, të mirëmbahet, dhe sigurisht edhe transmetojë një pjesë tonë, por çështja është ne po japim shumë vëmendje se ç'duhet. Edhe e lëm shpirtin të ngordhë urije. Dhe këtu fillon një pjesë e mirë e krizave, pjesë e mirë e pasigurive, këtu fillon dhe dobësia e karakterit, sepse njerëzit nuk ushqejnë psikikën ose shpirtin e tyre, që janë të lidhura bashkë, bota psikologjike me shpirtin. Është kaq e thjeshtë. Pse? Kjo, aq sa është një zgjedhje individuale, është edhe një pasojë sepse nuk i edukon dikush njerëzit që në moshën që janë më vulnerabël, që është deri në moshën 5 vjeç. Sa aty është vjen bazamentet personalitetit deri në 5 vjeç. Pastaj bëhet gradualisht më vështirë. Sigurisht ka shpresë, por që në atë momente do të fillojë edukimi që njeriu, edhe pse nuk kupton, edhe pse ai fëmia nuk ka logjik akoma, po të paktën përveç se të merret vetëm fiziken, përveç se të ngritet pas ekranit, të merret me diçka tjetër, të doj jetën, të doj lojën, të doj aventurën, po jo në kuptimin
pa përgjeshën të fjalës, po në kuptimin që të vlerësojmë dhuratën që kemi. Ta doj veten, të jetë në paqe me veten. Të jetë në paqe me veten. Më pëlqeu shumë shpreha që po e lejmë shpirtin të vdesurije. Kështu që ta rikthejmë fokusin te shpirti dhe jo te pamja, se të gjithë Zoti na ka krijuar të gjithë bukur dhe që të jesh i bukur nuk është as pak e lodhshme, mjafton që ta pranojmë veten ashtu siç na ka krijuar Zoti, edhe të japim fokus ndriçimit edhe shkëlqimit shpirtëror. Shumë njerëz të mençur, edhe në shkrimet e shenjta, po dhe filozof, dhe mos gabojmë, Pitagora ka thënë që perfeksioni është një frut që nuk mbi në këtë botë. Dhe unë do thoja, sa më shumë blim paqe me këtë gjë, aq më pak do harxojmë kohë me gjëra që nuk ja vlen dhe nuk i kontrollojmë dot. Siç është vdekja, siç është plakja, siç është që gjërat janë kalimtare. Përveç asaj, plakja dhe mosha, ngjyrimet e moshës janë gjitha të bukura. Çdo stin ka bukurinë e vet. Okej, sigurisht, çdo stin presupozon vdekjen e një pjesë tone. Dhe kjo ka sikletin, ka fazën e vet sikletshme, por s'është fundi i botës. Si dikush do e vuaj pak që s'kam atë vitalitetin që kishte kur ishte mashkull i ri. Sigurisht, por nga ana tjetër ka atë pjekurinë, ka atë thellësinë që nuk e kishte kur ishte ri. Ka atë përgjegjësinë për të edukuar brezat. Dhe kjo është e bukur e kësaj stinës tjetër, edhe pse nuk ka më atë vitalitetin e stinës së mëparshme. Çdo stin ka atë yin dhe yangun e vet, do thoja unë. Ndonjë detaj kështu që ty të ngacmone që do doja ta përmendje? Në lidhje me cilën pjesë, më thënë? Me të gjithën që diskutuam. Faktikisht unë mendoj se i kam përmendur të gjitha në përgjithësi sa kisha në mendje, thjesht do thoja që sa më shumë t'i shmangim ekstremet, aq më të ekuilibruar deri në jetë. Ekstremet nuk e them në mënyrë sporadike, por ekstremet sistematikisht, sepse asnjëherë ekstremet s'janë të shëndetshme nëse bëhen rregullisht. Akoma dhe trupi jon ka të homeostazën e vet, atë balancën e vet që të mund të jetë funksional. E njëjta gjë, i njëjti parim reflektohet në çdo aspekt të jetës. Kështu që edhe tek aparenca, nëse dikush mendon që duke bërë gjithmonë gjëra ekstreme thjesht për hir të qeniet ekstrem do ta përmbushi, unë them ta mendoj edhe një herë tjetër. Sepse ka një paraqitje që është më e përshtatshme për çdo situatë. Dhe kjo nuk është diçka që kemi vendosur ne, tek mua, por është një kulturë e përcjell brez pas brezi, është mençuria e shumë brezave që ka një arsye pse disa aparenca janë më me takt, më të duhurat për disa momente. Kemi atë instinktin e brendshëm që na thret. Ai instinkti e vedie kolektive. Po. Që na thret edhe që e dim vetë dhe besoj se çdo femër, qoftë femër edhe mashkull, po me që u fokusuam shumë te femrat sot, e ka atë ziljen e brendshme edhe e mediton që çfarë është e tepruar. E di shumë mirë, pavarësisht se reagon në formë tjetër, brenda vetes e di shumë mirë se ku është limiti. Pastaj është edhe kjo, se përmenda. Unë që kam çik seder, më vjen natë, ore prit sekond, pse duhet të manipuloj ky dhe të përdorë sigurinë time që të më shesi? S'dua valla t'ja lejoj. Është një bisedë që e bëj me shumë persona, qoftë me burra, qoftë me gra. Po e kam bërë edhe me persona që e kam blerë një produkt pa e ditur mirë se çfarë përmbajtje ka. Realisht, po thjesht e ka dëgjuar dhe e ka marrë mirë qen, pa patur as pak mendim kritik, që ky mund të ketë helm për lëkurën time apo ku diun, po e merr se kështu thotë ky personi është mirë. Vjen pre e marketingut. Po, ç'është marketingu? Përdor pa sigurinë. Marketingu aq sa është mund të bëj mirë dhe mund të përdori anën e errët, siç e bën shpesh. E them, po prit më vlla, ti, a nuk ke nuk të kap çik se ato pse të më manipuloj pa sigurinë time mua ai. Unë thjesht për mos ta lejuar vetë që manipulohem, nuk do e blej atë produkt. Nuk do bie pre e manipulimit. Po kjo tregon që ky person të ketë një kompas të brendshëm dhe të ketë një fuqi të brendshme që do ta kultivoj, sepse nuk lindin gjithë me këtë gjë. Dhe këtë do ta shtoj. Kjo është arsye shumë e fuqishme për mua. Që si ka mundësi unë t'ja lejoj vetes si të manipulojmë kaq kollaj. Ka bëjmë me aftësinë e meditimit dhe të reflektimit. Absolutisht. Dhe me karakterin që ka një person.
sa të fortë ka karakteri. Çfarë boshti moral ka, çfarë vizioni ka ky për jetën, për veten. Nëse një person nuk i bën përshtypje që të manipulohet, tani po flas pa filtra, që të manipulohet lart e poshtë, dhe ai tjetrit të fitoj leka kjo gjë, nëse ndjet rehat kështu, çfarë ti them këtij personin? Sepse takon mua ta gjykoj rreth parë. Po mua personalisht, që sigurisht gjithë jemi manipuluar, dhe kur ka pas raste që jam manipuluar, them si ka mundësi që unë lejova këtë gjë? Se kjo është maksimumi që mund të nxjerr? Kaq jam unë, kaq karakter kam? Dhe kam kërkuar më shumë nga vetja që mos e lej vetëm manipulohem që të bëj lek kot. Jo se më vjen keq që bën ai lek, po te koncepti se në kurizin tim. Po. Pastaj bëhet edhe më thellë. Unë shoh ka 3 lloje njerëzish në përgjithësi. Ka njerëzit që bëjnë mirë kur ti ke një nevojë, ka njerëzit që thonë nuk dua të ndihmoj. Do shoh Terezin time, ka dhe njerëzit që thonë do të ndihmojnë dhe të shfrytëzojnë, dhe të mashtrojnë. Këta tretët janë qeniet më të liga, do thoja unë, sepse edhe ky i dyti, pavarësisht se është egoist, paktën është sinqert, thotë nuk dua të ndihmoj se do shoh Terezin time, më vjen keq. Nuk po e justifikoj. Po personi i tretë që thotë ja zgjidhja, provo këtë dhe këtu bëhet dëmi i madh në këto raste. Bëhet zakonisht dëmi i madh. Dhe ata që shfaqen sikur duan ndihmojnë, por në të vërtetë duan të përfitojnë. Si përfundim që ta mbyllim pa gjykuar, pa sulmuar. Okej, se te fundit u bëra pak sulmues, po T'ju themi gjithë gocave, grave, femrave që janë të gjitha të bukura, të gjitha meritojnë vëmendje më shumë shpirtërore se sa fizike. Për hir të vetes tyre, jo sepse ne tani do dalim këtu themi t'japim mend. Po çdo njeri, qoftë grua, qoftë burr, për hir të paqes së vet, për hir të karakterit vet, të botës së të brendshme, identitetit vet, le ta ushqejë edhe këtë pjesën tjetër dhe ta ketë parasysh pjesën shpirtërore, pjesën e karakterit kur bën zgjedhjet për aparencën. Kjo është një nga vendimet më të mira që secili për nesh mund të marrë. Pastaj secili për nesh ka shijet e veta të veshjes, sepse veshja në fundit është një kënaqësi, është një dhuratë që na është dhënë. Nuk do e gjykojmë këtë pjesë. Është një proces pikërisht. Më vete kënaqësia edhe në momenti kur ti zgjedh një veshje të caktuar ose një veshje mund të jetë e bukur objektivisht, edhe pse mua nuk më pëlqen, respektoj. Ajo është tjetër çështje. Çështja është që mos ta bëjmë atë proces të bukur, ta vulgarizojmë dhe ta degradojmë dhe t'i japim mesazhe gabuara. Pikërisht. Kjo është e gjitha. Është ai spektri. Po. Po ai spektri unë do thoya që një pjesë e mirë nuk e kanë idenë që ekziston, sepse s'e kanë reflektuar. Po gjithsesi. Po. Ndoshta shërben ky episod për të dhënë një mesazh pozitiv. Ne jemi vetëm për të dhënë mesazhe pozitive, jo për të dhënë urdhra dhe jo për të bërë moral. Pikërisht. Secili le të marrë atë që mendon. Edhe ju kërkoj ndjes nëse në një moment mund të jem dukur pak si imponues, po nuk është ky sinimi im, thjesht kam bot kuptimin tim edhe. Tashi po kërkon ndjes sepse ka hallën se do ngelet beqar siç e diskutuam fillim. Jo, ata se kam. E kam zgjidhur.